kjo është Etleva Kopliku nga Shkodra. Dy djemtë e saj, Rezati dhe Arjet, janë të prekur nga spektri i autizmit. Etleva ju bashkua aktivitetit sensibilizues në sheshin përpara Bashkisë Shkodër. Të rrisësh dy fëmijë me autizëm është një sfidë e papërshkrueshme, të cilën sot Etleva e sheh edhe si një privilegj që ka mundur t'ju shërbej. I kam të djemtë një pjesë. Sa vështirë është? Shumë e vështirë, por është edhe një kënaqësi për më marrë me ta. Punë kanë, mund kanë, për kur merresh me ta është një më kënaqësi e veçantë. Fal angazhimit të saj, por edhe ndihmës së dhënë nga shkolla speciale 3 dhjetori në Shkodër, sot Rezati dhe Arjeti janë histori suksesi. Njëri ka përfunduar shkollën e mesme profesionale pyjore, e tjetri është në kurs për berber. Te folën, te punë, te komunikimi, i këto është te vështirësia, se duhet me gjetë të ramonin me komunikimin me ta. Kushtueshme janë terapit për më marrë me ta. Me punë, me mundim si i thojnë, te komunikimi, që e kënë vështirësim të e foluna. Me zuj, këjherë edhe kuptohet fjalla e komunikimi, por për i arrin me e kuptohet thelbin e tyne. Etleva u drejton një mesazh zemre çdo prindi, por veçanërisht shoqërisë. Te shoqëria duhet më tepër për më marrë me ta, se prindi e ka detyrë për më marrë me ta. Etleva së bashku me vajzën dhe bashkëshortin janë përkushtuar rritjes dhe edukimit të dy djemve, një sfidë e cila vjen ende, por siç thon ata, një mision jo i pamundur.